Ndihma juridike falas fillimisht drejtohet pra një organizate jo fitimпruese, pra qendrave të shërbimit, të cilat ndodhen në 20 qytete të Shqipërisë, ose pra një klinike ligji ku asistojnë dhe studentët. Ndihma juridike ndahet në parësore dhe dytësore. Fillimisht pranë këtyre qendrave, klinikave, OJF-ve, merr ndihmën juridike parësore, e cila është informacioni, orientimi parësor, të cilët i bëhet këtij personi. Me marrjen e informacionit parësor, orientimit, mund të lindë nevoja për përpilimin e një shkrese, të cilët asistohet nga punojësit tanë ose punojësit pranë organizatave jo fitimпruese. Më pas, nëse lind nevoja për t'ju drejtuar gjykatës për një proces gjyqësor, asistohet me aplikimin e ndihmës juridike dytësore. Ndihma juridike dytësore është marrja e një avokati falas pa pagesë, si dhe përjashtim nga taksat dhe shpenzimet gjyqësore.